Të dielën në Lombard të Prizrenit në kuadër të Punarfest ka pasur adrenalin dhe emocion të veçantë gjatë të lëshimit, ka krijuar një atraksion të bukur e të këndshëm edhe për vizitorët e shumt që ka të dielave Prizreni. Në kuadër të festivalit të 21 të Punarfestit të mbajtur këtë vetë morën pjesë rreth 50 sportistë me goma. Kjo garë e jashtëzakonshme nisi në rrezet e maleve të Sharrit ku buron Lombardi dhe përfundoi në vijën e finishit të ngritur në urën historike të Gurit në sheshin Shadërvan. Garuesit nga Kosova dhe vende të ndryshme përjetuan momente emocionuese dhe ndonjëherë edhe sfiduese në rrjedhën e lumit. Gara u ndoq me interes nga prizenasit dhe turistët të shumt. Me këtë rast, sportistët fitues të kësaj gare të sportit të suksesshëm i u ndan dhe mirënjohje. Vendin e parë fitoi Le Taylor e derisa juniorët e ekipit të basketbollit të Bashkimit u renditën në vend të dytë dhe Hana Arapi dhe Renita Gjeraj u renditën në vendin e tretë.